Situata epidemiologjike në qytet duket se është rënduar për shkak të virozave të stinës. Si kundërshpreh mjekët, ajo tashmë është ende në rritje, ndërkohë që kjo faktohet edhe nga numri i shtuar i virozave pranë Spitalit Rajonal të Vlorës, e konkretisht në repartin e urgjencës. Shefi i këtij reparti sqaron se situata epidemiologjike ka bërë që personat që prezantohen pranë urgjencës të jenë të shumtë, ndërsa ka theksuar se pasi mbërrin aty, situata e tyre shëndetësore stabilizohet. Ka gati 2-3 javë që situata është problematike në drejtim të shërbimeve të sindromit gripal. Ka një shtim të numrit të sëmurëve që vinë në shërbimin e 24 orëshit me temperaturat të larta dhe ndërlikime respiratore ose të mushkërisë. Grupë moshat janë të ndryshme dhe të sekseve të ndryshme. Problematika natyrisht kur paraqiten në urgjencë sqarohen dhe vendosen në disiplinë, por duhet të dim një gjë, që ky është një sindrom gripal i cili do të vazhdojë, është në periudhën e ngjitjes në kurbën e tij të epidemiologjike që quhet, por shtrirja është masive. Këshillat mbeten po ato, kujdesi nga të ftohtit, dominimi në kohë i temperaturës, e një apel i veçantë nga mjekët i kushtohet atyre familjeve të cilat kanë në radhët e tyre persona të moshës së tretë, të cilët për shkak edhe të patologjive të tjera të mbivendosura janë më tepër të kërcënuar nga virozat gripale. Gjithë komuniteti, qytetarët, familjet do të jenë të vëmendshëm në këtë temperaturë, të paraqiten sa më shpejt në shërbimet mjekësore, qoftë mjeku i familjes, qoftë mjeku i poliklinikës, edhe pse jo dhe në shërbimin e urgjencës në spital. Temperaturat në shtëpi do të qetësohen me paracetamol, me ato antipiretik të ndryshëm, me lëngje, dhe në qoftë se vazhdojnë jo më shumë se 2-3 ditë, duhet të marrin ndihmë mjekësore sepse ndërlikimet pastaj janë të ndryshme dhe të shumëllojshme. Rëndësi këtu do të prioritet marrin të sëmurët e moshës së tretë me patologji të mbivendosura, të zemrës, të mushkërisë, të diabetikët, patologji të tjera kronike, gjendjet mbas aksidenteve vaskulare, të sëmurë me hipertension. Pra është një gamë e madhe problematikash në mbivendosjet e moshës së tretë. Aktualisht situata vijon të jetë rënduar dhe virozat e stinës vijojnë të prekin gjithnjë e më shumë qytetar, ndërkohë nga mjekët vjen apeli për kujdes me qëllim evitimin e komplikacioneve në shëndet, kryesisht për moshat pediatrike dhe të moshuarit.